Aleksandri i Madh nuk mund të cilësohet thjesht një pushtues, por një vizionar që ndryshoi rrjedhën e historisë. Në vetëm 12 vjet, ai krijoi një perandori që shtrihej nga Greqia deri në Indi, duke bashkuar lindjen me perëndimin dhe duke prapur kulturën helenike në përbot. Por mbi të gjitha, ai la pas një trashëgimi që do të frymëzonte gjenerata të tëra. Mijëra vjet më vonë, Napoleon Bonaparte, një tjetër gjeni ushtarak, do ta merrte Aleksandrin si modelin e tij. Ai studionte betejat e tij, strategjitë e tij dhe ndëronte të krijonte një perandori aq madhështore. Për Napoleonin, Aleksandri ishte një mit, një simbol i ambicjes së pakufishme dhe guximit të pashoq. Aleksandri jetoi si një legjend dhe vdiq si një mit. Por një gjë është e sigurt, historia nuk ka parë kur më parë dhe ndoshta nuk do të shohë kur më një njeri si ai.